Kandidati demokrat për president Barack Obama këtu në Shtetet e Bashkuara, i cili kryeson në garën me rivalin Hillary Clinton, shënoi një arritje të rëndësishme dje në betejën për emërimin e partisë. Senatori Obama thotë se ka siguruar shumicën e delegatëve në garat shtet pas shteti. Zoti Obama fitoi dje në zgjedhjet paraprake në Oregon, ndërsa humbi ndaj zonjës Clinton në Kentucky me indiferencë të madhe votash. Ta ndjekim. Senatori Obama dhe përkrasit e tij kishin një arsye më shumë për të festuar dje. Jemi kthyer në Iowa duke siguruar shumicën e delegatëve të zgjedhur nga populli amerikan dhe ju na afruat një hap më shumë me emërimin e demokratëve për president. Zoti Obama kishte zgjedhur ta kalonte natën në Iowa, shteti ku ai siguroi fitoren e parë për zgjedhjet e vitit 2008. Senatorit nga Illinois duhen më pak se 100 delegatë për të siguruar emërimin. Ndërkohë rivalja e tij Hillary Clinton fitoi lehtësisht në zgjedhjet paraprake në Kentucky. Ajo u tha për krahasve të saj në Louisville se epërsia e saj në fitore ishte shenjë e besimit të tyre të jashtëzakonshëm. Disa kishin thënë se vota juaj nuk ishte rëndësi, se fusata kishte marrë fund, se do t'ishte gabim që gjithkusht të votonte dhe votat e të gjithëve të numëroheshin, por ju nuk u frenuat, ju nuk u dorëzuat asnjëherë, sepse e dini që unë nuk dorëzohem asnjëherë. Megjithatë, zonja Clinton vazhdon të mbetet pas zotit Obama për sa i takon numrit të delegatëve dhe superdelegatëve që duhen për emërimin. Gara nuk ka ndryshuar. Barack Obama do të jetë kandidati demokrat, thot analisti politik Ron Fournier. Vetëm një situatë e jashtëzakonshme do ta përmbysë këtë parashikim. Tani mbetet të shohim se si ai do të fitojë dhe si do të humbasë zonja Clinton. Megjithëse zonja Clinton u zotua se do t'i vazhdoj përpjekjet, ajo përdor një ton pajtues. Unë e vlerësoj senatorin Obama dhe përkrasit e tij, dhe ndërsa ne vazhdojmë të luftojmë për emërimin, ne të dy kemi qëllimin e përbashkët për unitet në partinë tonë drejt zgjedhjes së një presidenti demokrat në vjesht. Ndërkohë, kandidati republikan senatori John McCain vazhdoi kritikat ndaj pretendimit të zotit Obama se nëse zgjidhet ai do të hynte në bisedime me Iranin dhe të tjerë kundërshtar të Shteteve të Bashkuara pa kushte. Zoti Obama reagoi duke thënë se ka bërë të qartë se Irani paraqet një rrezik të madh, por beson se diplomacia është rruga e duhur.